Puna në televizion është punë ekipore. Varet nga puna e gazetarit, varet nga puna e xhirusit, varet nga puna montazherit, por varet edhe personave tjerë të inkuadruar në program. Gazetaria televizive pra është më e komplikuar, më komplekse se sa gazetari tjera. Natyrisht që emisioni Bujkut edhe ndryshon nga emisionet tjera televizive, sepse kryesisht apo kryekput emisionet realizohen në teren. Tash jemi në një përjashtim edhe për përbërjen e bashkëbiseduesve për fund të emisionit, për dy kontribues të veçantë, dy kontribues të pa epur të emisionit, të 800 emisioneve që bashkërisht deri tash i kemi realizuar. Janë Sadik Shabani, kameraman, xhirues, veteran i kamerës, Qazim Sulemani, veteran i montazhit, mjeshtri i montimit të kronikave televizive. Faleminderit për pjesëmarrjen në emision, faleminderit që u përgjigjët. Sadik, paksa një pozitë jo si e deri tashme, tash si pjesëmarrës në emision. Deri më tani kam qenë pas kamere, tash jam para kamere, është një diferencë e madhe. Se njeri kur të para kamere duhet me ditë çka do të folë, çka do të thotë. Mas pari urime juve edhe televizionit Kosovës për emisionin e 800 i ndajmë bashkë. Urime për jubilej. Faleminderit bashkërisht. Se për me gjetë deri 800 është bëjë një cifër se jo 800 emisione ka 45 minuta. Tash me hir shumë punë e madhe sa punë duft. Mas pari ty të përgëzoj për kontributin tënë i cili ki qenë gjithmonë i palodhur. Kështu që idetë, për shembull, i kena te edhin vetë se si na hinë kërë, ja kena fillu me bisedu për shkak të emisioni, se çka do të ketë, me kënë do të ketë, a do të jetë mbjellje, a vetëm livrim, a mbjellje. Gjedhve, alfem, delave, atë pulave, të gjitha këto, po do me thonë, i kina vosë bashku, mrena thuja një dicenje gjysë, do të 15 vite bashkë, që i kena së bashku në televizionin e Kosovës, plus ato për para të televizionit Prishtinës, cilën edhe atje kena që ka kena dhonë një kontribut së bashku në emisionet e Bujkut. Një jetë. Qatim, ke pas të vështirë, ti e ke një punë specifike. Je si një monitorues i punës Sadikut, por edhe times. Ke pas të vështirë punën në emisionin e Bujkut. Pa, vështirësi gjithmonë ekzistojnë për shkak problemeve që i kem pas me mjetët, se s'ke mujt me ble mjetët sofistikume, po gjithmonë bendima ndryshme, edhe mandej ka dollë do një material pak i dopt ose me pengesa teknike, mirë po, ja kemi te kalu bashkarisht. Sa i përket emisionit 800, është emisioni me jetëgjatësin ma të gjatë në RTK, për pas lajmeve. Mirë po, gjithmonë ka pas diçka të re në për emisionet të cilat i kem pregadit, gjithmonë një natyrë, Edhe mendoj, më falë të qasë, mendoj që emisioni i Bujkut ka pas kontribut të madhë, si të mos të Bujqin. Ka qenë... është i dedikum për ta. është i dedikum për ta, po i vetme përkaje që kanë pas Bujqit e Kosovës ka qenë, në më thonë, emisioni i Bujkut tu i paralajmëru për pesticidet të dopta, për të gjitha senet, që kanë pas nevoja i për farna të ndryshme, e tjera. Që ata po thëmë... Ka qenë emision plot këshilla për Bujqit. Çka me përdor, kur me përdor, ose mos me ble çfarë do provimi prej aty në... Ka favorizu produktet vendore. Po, ka favorizu produkte vendore gjithashtu. Mirë po kjo vazhdon. A ka venta, mendoni që duhet paksa të pasuruat emisionin me smetet kështu si është, por të jetë ma afër audiencës. Çka konsideroni që duhet në këtë drejtim që? Po, sa s'ka kritika prej atyne për cilët është dediku, do më thonë është mirë. Edhe një sen duhet me pas, me që s'ka kritika, ti edhe ashtu, vetë ju, s'ka trev,
kosovare, si këtu e ka për shembull Gollaku, Dugaxhini, Rrafshi, anën e Llapit, Mitrovicës, s'ka pjesë të Kosovës që nuk e ke përfshi në emisionin tonë, dhe më thonë ka qenë gjithë përfshis. Edhe nuk ka qenë, ka pas edhe bujqë nga nacionaliteti sërb, cilët edhe ata e kanë dhonë kontributin edhe bile që ose të kujtove ty që na bëjshim pse s'po vini ma shpesh te ne, që edhe na kem çka flasi. Në Gjelan, Partesh, komunat që ishin. E tash, pak sa flasim edhe për ju, e jeni tash një kohë që keni dalë nga detyra që keni pasur. Si po gjendeni, si po ju shkojnë ditë, si... Këtu e mas leti me thonë, të përcjell dhe të thonë që çfarë gabimi ka bo. Për shembull, në mision, për shembull, se ndodh, për shembull, ose të këshyre misione, pensioneri s'ka tjetër sen, veç qysh me nyt kohën. Edhe pe kohës, na jena gjithmonë këna qenë, edhe kena pas kohë gjithmonë. Tash jemi vetëm shiqus televizionit. Ata është po, tamam shikus i televizionit. Ashtu të pëlqen edhe kritikus. Kritikus, normal. po na shqiptarët me kritiku e kena ndopsi, veç kujna ka kena i note kritikojnë asë ndryshe jo. Jo ati shoku që ja dënë të mirën me të kritikuar, me ja dhonë si këshill, nuk bon që ashtu, po ma mirë këshin që shtu. Qasim, sigurisht që ka vetëm në kujtes në ndonjë historie që kemi montuar së bashku. Po e sigurisht bashkë në ato fillimet e dikon 2001-shën, kur filloi edhe bujku në RTK, më kujtohet një historie, dikon ka komuna Lipjanit, me sa e di ka qenë. Një moment e ke hyrë gjirusin traktor edhe me ta bodi pamje ka hec traktori në për ljarë. Nga lartë. Po. Edhe e montum storjen, u emitu storja, mas disa dite të lajmëru dikush me janë telefonit, të thonën ku e ke gjiru, çfarë vendi, se për ndryshe është traktori im, që e këshim pas vjetë Gjatë luftës. Gjatë luftës. U identifiku traktorin bas Bas pamjeve. do shkrojlave aty, do shkrimeve po më kujtohet ai farast. Edhe mande u gjetë traktori, mas 2 vjetë, 3 vjetë. Faleminderit shumë, sa t'i juve? Po, ka shumë sene që më kujtohet. Për shembull, më kujtohet kem të Mekan në Prizren. Në poj. Në poj. Plav. Mas gjerimit shkum me ndrej. Haxhia e kish përgatit një kinç. Edhe kur në qoshe të kujtohet, kur Haxhi si thash, Haxhi vallaj, tash zotit dosh bereqet, për këtë kinç që e ki prej, po pa bira nuk shkam bre vllaj. Kinç. Ju shkërtu. Bëhem jeta, kjo është jeta. Edhe tash, sigurisht që një koqiri këtu, që jemi, më falenderoj shumë për mikpritjen, apetitin, edhe sigurisht që do të ndëroj edhe pak edhe do t'i kursej shoqet e jetës nga një drek këtu sot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që ishit pjesë e emisionit 800. Urime edhe njërë për Shëndet. e vazhdofshi edhe matutje me Inshallah do ta kontribu për amresh edhe bushie një për 500.